Përshëndetje të dashur miq, sot do të gatuajmë së bashku yaprak me zgjedhë rrushi. Marrim një tigan, hedhim 2-3 lugë vaj ulliri, 500 g mish të grirë, dy thelba hudër, një qep, edhe 2 qep njoma, $200 g spinaç të grirë, i përzijmë që të skuqen së bashku. Hedhim edhe 50 g diell të grirë. Kam hedhë një lugë krip, një lugë piper, një lugë origan, edhe një lugë paprika. Vazhdojmë të përzijmë që të skuqen të gjitha së bashku. Një knorr pule, pesë lugë salce, i hedhim 50 g arë pishe, një filxhan ujë të valuar, edhe një filxhan oriz. I përzijmë së bashku dhe lëmë që të pije pak ujë. Dhe tani mbushja është gati. E heqim nga zjarri. Kemi marrë gjethet e rrushit, i kemi valuar në ujë të valuar për 5 minuta. Kullojmë nga ujë edhe fillojmë mbushjen. Vazhdojmë me mbushjen dhe tani i kemi mbaruar. Shtrojmë ca gjethe rrushin në fund të tepsisë në mënyrë që mos të ngjiten. Dhe tani rreshtojmë yaprak të rrushit një nga një në tepsi. Kemi mbaruar me yaprak. Tani përgatisim salcën. 3 lugë salcë, 3 lugë vaj ulliri dhe një filxhan me ujë të valuar. I përzijmë së bashku. I hedhim në tepsi. Hedhim pak krip edhe pak origan. I vëm kapakun
dhe do t'i pjekim në furrë në 220 gradë për 40 minuta me kapak. Tani japrak të rushit janë gati. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.